jemi në rubrikën e lajmeve të thella ku asgjë nuk është siç duket. Lajme të dyshimta, lajme që mbajnë erë. Pra jemi siç e ha mencuat në rubrikën SHIT, informativ televiziv. Që mbajnë erë njëru kuptua. Po me që jemi të lajme që mbajnë erë, dëgjove këtë lajmin e Putinit dhe, Doli Toni. Normalisht që dëgjova. Nuk mund të neglizhohet si lajm, prandaj shitin do japim pikërisht me këtë lajm. Të dashur miq dhe dashamirës, Vladimir Putin është shqiptar i Kosovës. Ja po e keni me fakte. Po, zbulohet ADN-ja e presidentit rus, Vladimir Putin, me origjinë nga Kosova. Me pikë pyetje, origjinë nga Kosova. Po dalë pas si u zbuluaj si ndodhi. Po hajde, na shpalos fakte. Ja, them unë. E kemi marrë nga burimi, si kishte burimi, më fal? Dy cena, Po, disa hakera janë futur në kompjuterin e nipit të Putinit dhe kanë zbuluar se nipi para disa kohësh kishte bërë një test genetik dhe nga ky test kishte dalë se gjyshit Putinas kanë ADN që nuk është me preardhje ruse. E gjeni dot se nga që e preardhja e ADN-s? Kjo ADN, jo sinqerisht, gjendet më së shumti në Kosovën e sotme. Specifikisht në fshatin Mujbab. Po edhe mama mundësisht, jo vetëm baba. Që ka dhe zona ka fshati me lejni këto tash. E kemi përcaktuar dhe zonën mirë. Po. Madje ka qenë me mbiemër kështu. Po Krasniqov Ptini. Vladimir Krasniqotini. Po kur shkruan aty në Rusi ndryshuan e bën Putini. Jo që këtë. Siç bëjnë këta emigrantët tanë që vjen në Greqi. Nga Ismet e bën Janaq. Po. Deri këto budallë që tani mbajnë, mos egzagjerojmë. Budallë që për kokë fëmijëve nuk gjen testi gjenetik, ç'keni nga mohabete. Plus që shikojeni vetë nga fytyra. Nuk është fiks si nuk një ngjason si dikush. Një fari si dy pika ujë. Shikoni si janë, si gjajnë. Ashtu, ja. Ka një hije. E kapëm në një të famshëm tjetër, mbas Gennaro Gattusos e John Sinës, e kapëm edhe këtë. Dhe mbas Deniro. Jo vetëm këta, jo ka pasur shumë, ka shumë shqiptarë edhe Napoleon. Po, më të famshëm. Tani, shikoni kemi kapur tjetër. Trump! Donald Trump! E ka pranuar vetë që është me origjinë shqiptare. Jo, Doli vetë e tha jam shqiptar. E kemi dëgjuar në fakt, po. Pra me pak fjalë, gjithë gangsterat e botës i kemi tanët, nuk na hamë për asgjë. Po të duam hapim luftën e tërë botërore dhe nuk na ndal dot njeri. Po, ne jemi të vetëm që mund të dalim win-win aty shok nga kjo luftë. Do si ta hapi Rusia, si ta fitoj Rusia, si Amerika. Kemi të gjitha përveç atij kinezit, ato se kapëm dot atë. Atë ai do ishte. Po çe do se dëgjoj, tekstualisht po kape atë, i thon ti biesh nga Kina. Po, më thoi bie po. E lem atë, lem. No, një origjinë nga medreseja mund ta ketë ajo aty. Po, nuk jep në një pikë në medrese kështu. Ndërkohë tani në gjithë situatë ka një paradoks. Ndërkohë që në politikën e jashtme ne mund të bëjmë të fortë me gjithë botën, këtu brenda për brenda muhabetet po shkojnë për shit. Pse si janë aq të mirë me të drejtë në vërtetë. Shikojeni. Paralajmërimi i Bankës së Shqipërisë. Trump dhe Putin mund të rrisin çmimet e ushqimeve në Shqipëri. Që kanë bërë të dy këta. Po, edhe Trump dhe Putin, Po, dy shqiptarë që sabotojnë në Shqipërinë, çfarë bëhet? Mirë Putini, po edhe Trumpin tani ka arritur për këtë. Çfarë do kjo me? Nuk e di se çfarë do të thënë kjo. Kjo rivërteton që Trump dhe Putin janë shqiptarë 100%, sepse vetëm shqiptarët ja fusin shqiptarëve. Po çfarë thua? Ne jemi gjithmonë vetëm ne jemi e keqë vetes. Po çfarë vulose lëre. U vendos shqiptarët të dy pa. Tani, kalojmë lajme nga fushata elektorale çuna ai. Çfarë është bërë namë këtë. E nisim nga fronti majt sepse po ndodhin çuditëra që dhe ne nuk kemi dinë si jemi fare në realitet në dieni. Çfarë s'dim ne? Hajde, na mahnit pak. Dëgjoni pak një të ri nga Thethi. Çfarë thotë i riu nga Thethi? Mundësi të thush se një minutë se shoqërit kam këtu dhe live, ka mundësi të thush se më kanë bërë Barsaleta këta kaneta që më tregosh historinë e atij në Theth që i çoni lek njerëzve që keni jashtë. A ka mundësi ta thush? Po, ashtu vërtet. Trego tamam. Atër ne kemi njerëzit tanë, kemi vëllezërit edhe kushit, si janë në Gjermani, në Itali edhe në disa venet të Europës. Edhe për momentin jemi t'ju lutë, t'ju thonë, hajde një kënej, se s'munimoj ma me tarna nga Shqipëria. Po mirë, më në fund erdi kjo ditë që edhe shqiptarët të mbajnë me buk diasporën. Dhe jo një, Itali, Gjermani, kështë disa vëndë. Por që nga Thethi si Zvicra aty shok, qa bëdhë shu? Nuk di që them, I don't know what the fuck to say. Ky tipi ose është pronari gjithë Thethi dhe më gjërë, ose dhit dhe delet e këti nuk japin qumësh, por nxjerrin naftë ose benzinë të përpunuar direkt. 800 oktançe, si quhet ato, 500 oktançe. Gjithsesi, unë si natyrë dyshuese që jam, e futa këtë lajmin ChatGPT për të parë sa i vërtet mund të jetë. ChatGPT-ja më tha, ju dhe mund ta redaktoni, ju dhe mund, X të Amani. Me kujdes me fjalorin Albano. Shumë më tha, I will have sex with your mother. E tash shikon. U bërë ditalesh me mua tha. Po as ChatGPT-ja nuk e ka arritur këtë nivel propagande, prandaj. Dalë se nuk mbaroj me kaq çudirat.
Në qoftë se të qenit thethovit të jep mundësi të mbash me bukë Evropën, imagjino që mund të bësh po ti je nga një qytet bregdetar turistik, për shembull ti je sarandez si unë. Si puna jote. Shikoni ç'bën në Sarandë. Ç'a bëhet? Edi Rama, në Sarandë punëtorët e turizmit ikin në fund sezonit me 40 deri në 42.000 euro në xhep. Se egzageruar që nga kjo shifër. Po dalë çfarë sektori i turizmit që nga kjo? Po pra, sektorin e seksit. Këtu duhet një analizim i vogël, një makroanalizë. Le të bëjmë qefi sarandezëve dhe të themi që sezoni zgjat jo 3, po 5 muaj ose 6 muaj. Tani 40 pjesëtim për 5 i bie 8.000 euro në muaj. 8.000 euro Lali, ha? Po dalë pasi mund t'i bëj një kamarier 8.000 euro në muaj. Po pra, si Ta va. them uzibën, që nëse bashkë me pjatë e makaronave, të sjell dhe një pjatë të ngrohtë, vetëm të ngrohur në sopë ose mikrovalë, ti ta kesh gati nëse do të shtypësh në një gjë me kartë. Kartën e kreditit e ka vetë ai besoj. Ti sjell të shtypur ai apo? Kartën e tutit e ka vetë. Po s'ka mënyrë tjetër më valla tash. Po çan do 8.000 euro në muaj ka shkollaj. Po pra. Ose nuk është e vërtet. Jo. Nëse kalojmë në lajme nga opozita, mos mangisni me Sarandën. Kalojmë te Sali Berisha, që ka bërë deklarat bomb. Hapni veshën, besi të lutem. Më je bër pengesë në jetë. Dëgjoj lajmet se më merr darkë më thua pse smithe. Dakor, më thuaj. Sali Berisha. Kam videot erotike të disa gjyqtarëve, por nuk dua t'i publikoj. I diliria këto gjëra, apo. Çfarë bën ky? Pastaj pse i mban Berisha këto video kur nuk do t'i publikoj apo për shantazh, ëh? Jo, më që shantazh, jo, nuk ka thënë që për shantazh, tha ka dhe i mban për qefin e tij. Berisha me këto video, o vlla, ka qenë arrest shtëpie njeriu, me këto video i ka shtyr, i bërves. Asun në I bërves. Dhe më fal, pyetja është pse që nga gabim që gjyqtarët bëjnë seks? Jo, më nuk tha njëri që është për gabim. Po jo, më njerëz janë të shkretët. E rëndësishme është mos të bëjnë seks me të dënuarit, me prokurorët, me gjëra të tilla kështu. Po se bëjnë seks gjyqtarët, po si do bëjnë fëmijë, ç'do bëjnë ata? Pastaj i bie konflikt interesi pastaj. Duhet na kishte më shumë detaje Berisha në lak kështu. Gjyqtarët do bëjnë masturbatorët e shekullit, ç'është mua bëhet. Nëse e lëmë janë seksin e gjyqtarëve. Kalojmë në lajme që na prekin më thellë. Çfarë është? Më thellë se seksi s'di të prek, po. Nga rënia e prodhimit pas gripit të shpendëve pritet të shtrenjtohet deri në 2 fish çmimi vezëve. Pra dëgjojmë Po çka më thellë vërtet është. Bomb. Veza nga ushqimi mëngjes do kalojnë në restorante, kështu pjatë e dytë do të vijë. Do fillojnë kështu këta të bllokut, këta gangsterët thonë çoj atyre gocave 2 vezë me fshek zjarre. Me shumë mundësi. Por pavarësisht çakave, çfarë ju thot në thelb ky lajm? Çfarë na thot? Çfarë nxjerrim ne si mësim nga ky lajm? Çfarë duhet nxjerrim? Vëre çik trurin funksion. Çfarë nxjerrim? Bie numri pulave dhe pas pulave bie numri vezëve. Pra, është e qartë që ka qenë pula, pastaj ka qenë veza. Si dhe kjo si është fund. Nuk ka lidhje Ku është. dole këtu? Gjithsesi. Nuk duhet të parë me të qeshur sepse ky është një problem global që normalisht e ka një zgjidhje. Ka një zgjidhje. Është gjë zot. Të pak kështu mendoj unë, se e futan ChatGPT. Si kush është? Për të ulur çmimin e vezëve, duhen shtuar pulat dhe kjo është sfidë e re që bie mbi kurrizin e të shkretëve gjela. Gjithmonë mbi burrat bie këto, ha. Gjithmonë hallet mbi Gjelat, burrat. mendoj unë, duhet të stimulohen që të punojnë fort. Biles, unë them, të përfshihen dhe gjelat brenda paketës së ndihmës familjare që ka pasur. Në qoftë se një gjel lë një pul me bar, duhen 400, do marri 400 euro. Nëse lë 2 pula me bar merr 800 euro. Kur lë 3 merr kredi të butë, po çfarë? Me kredi të butë për kotec, po. Kaq ishte edhe shiti sotëm, kemi pas pak se do të tregoj si të bëni lek pa punuar. Sa mirë. Po rim tu s'po ikim ndërkohë. Po direkt.